Ky nuk është aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, as në Farkufine për me dalë në Evropë dikon, po është logjistika e Viva Fresh Store me më shumë se 40.000 metra katror, rreth 500 punëtor. Nëse Viva njihet si kompania më e madhe në Kosovë, edhe nëse ndonjëherë vendos ose mendon me ardhur me punu te na, po duhet të kallëzoj se cilat janë kushtet e punës. Agim, që so vjet punon këtu në Viva Fresh në logjistik? Këto punoj që 10 vite i ka që punoj këtu Viva Fresh. Po. E sa ki rrogën? Po rrogën nuk mëj me ta kallëzu tash, po veç 500 euro bonus ju më dal. 500 euro bonus? 500 euro ju më dal bonus. Pse ja vlen me punu në Viva Fresh? Po në Viva Fresh ja vlen me punu se rrugën e kem pagune, ushqimin e kem pagune, shëndetësor e kem krejt, gjithë shka në rregull. Po. Ja vlen me punu. Për shem, sa ki për shem? 2 ditë i kam njaf për shem. Bon 2 ditë si kam mëne? 2 ditë. Po shas zotën nuk o kes? Ja. Rabia është punëtorja ma e mirë femën në logjistikën e Viva Fresh Store. Qysh ke pas mundësi më zgjedh që ke punëtorja ma e mirë? Po, në post punës që e kom bë punë të mirë, pa gabime edhe qështot. Qysh i gjonë të ishte produkte mi që ta, qa bëhet ta, të këbëhet ta? Kena na këtu në podove që skenujna edhe e morën produktin edhe e që i sëm palet. Nuk është nëjë sen kështu me bojtë rënë? Jo, nuk është rënë. Shumë letë është. Që ti farë të rëtiniti, qysh e mësu migro? Një javë kom bë praktik me kolegë shanë më herët punës edhe mas një javë të ne jam dalë. E kjo në rruga mëne me dalë migro këti? Në rrugë? Falenderit, Rabi. Emina, po. A jenë ma punëtor moshkujt a femnat? Femnat. Pse? Qysh është me punu këtë në logjistik një femër? Nuk është qaqëran, po këtu në logjistik është puna e lehtë, dhe më thonë si për gjemë, si për femrat është njëjtë. Nuk është qaqë punë e ranë, amo normal femnat janë ma punëtore. Janë ma punëtore, femnat janë ma punëtore. Apo në kalëzëm, Berat, pse do të me orë me punu dikush të jo? Do të me orë me punu të na se kushtet edhe mundësit janë ma të mirat në vend. Po? Të janë nispi transportit që shkojmë i morim dhe shtëpis. Do më nuk hargjojnë por ata me orë? Nuk hargjojnë, na shkojmë i morim dhe shtëpis. Po? A janë me bukë t'juvina, me bukë t'vetin? Krejt këtu i kena. Në momentin që paraqites në vendin e punës, jesë kur me shku në vendet e Evropës. A ka sigurim shëndetësor, mas Gjitha janë, buka, sigurimi shëndetësor, pagat, bonuset, në bazë performancës produktivitetit, sa punon paguash përveç rrugës bazë, po ashtu edhe 150% të bonuseve jashtë orarit. Do më thonë paguat ke dhe shtesa. Do më thonë nëse unë rri mas orarit në punë, 150% paguat. Jashta edhe bonuset që ti, nëse arrin performancë dhe produktivitet, ti ki më pagu prapë sa punon edhe mrena orarit. Mrena 8 orëve mundesh me marrë pare sa ti ki mundësi me punu. Vëlloj që shi duka dzurë kam hidhet me lanë të këtuhën. Lirisht mundesh marrë me provu edhe me marrë pagën më të mirë se ti këtu. Jemi në qendër logjistike këtu në Suadat, edhe e kemi një hapësirë me një ambient shumë të mirë edhe me një staf shumë të mrekullueshëm, ku mundet me arë me nisë prej zeros e me arrit deri te menaxheri i logjistikës. Drejtora mundet më bu? Mundet më bu, se edhe unë nuk jam kom, po jam bu. Do më thonë, kanë bonuse, 150% pogës, kanë sigurim shëndetësor, e kanë shujten, shkën i meni të shtëpia. A ja qitë një rrogën me të parin? Me të parin, bire ku i bje pari e dile, ja qesi ma heret. Po krymisore, shofer në alma qëtë? Po, shkej po aplikaj vdo. E sët me neve, kini pas rasin me pas se që zhvillohet puna në logjistikën e Viva Fresh Store, edhe krejt jo që meneni që jeni të gatshëm me punu të na, ju kësha preferu me orë me apliku për punë, edhe mu bo pjesë e ekipës tonë.